Partizani po kalon një moment të mirë në kampionat dhe trajneri Kërnaja kërkon të vazhdojë serinë e rezultateve pozitive edhe kundër Egnatias. Me besim të plotë djemë të stërvitja aty në gjatë gjithë javës, ne shkojmë sigurisht për fitor, edhe pse për respekt maksimal për ekipin e Egnatias, kampionin në fuqi, por ne shkojmë sigurisht për fitor aty. Po futbolli, falë zotit, nuk luhet me ato që janë në formacionin e vitit, ose me anë të gazeta, futbolli luhet në fush, në të kundërt nuk do shkonim fare të luanim, nëse do nisim nga mbrëmja gala, nuk do ikim të luanim fare, kështu që do fitote Egnatia, por ka të regu fusha, ka të regu tjetër gjë, djemët janë në formë, çunat janë stërvitur shumë mirë, shpresojmë, e them përsëri për një rezultat sa më pozitiv, pse jo dhe me fitore. Tash fokusi jonë është Egnatia, pavarësisht se ju jeni tifozi Dinamos dhe keni dëshirë të merrni informacione mbi Dinamo. Fokusi jonë është Egnatia ditën e nesërme dhe pas Dinamos pastaj do shikojmë përgatisim ndeshjen. Pas Egnatias përgatisim ndeshjen me Dinamo. Ato janë çështje të brendshme të klubit, grupi është ku ka nevojë ekipi të përforcohet, ne i dimë dhe këto janë çështje që janë duke u zgjidhur, besoj shumë shpejt do të zgjidhur.